Fuqia për të mbajtur gjallë artin, kulturën, krijimtarinë, ndoshta në këtë reflektim të fundvitit, në këtë 31 dhjetor, do të na emocionojë më tepër, do të na japë dhe premtime më tepër, Angela Kapuani. Faleminderit që je me mua. Mirë Majola, faleminderit për ftesën, është kënaqësi shumë e madhe që jam për herë të parë e ftuar në emisionin tuaj. Jemi në 31 dhjetor, është pasqyrim dhe reflektim se çfarë mund të bëjmë mirë për vitin që vjen, por çfarë mund të bënim ndryshe për atë që lan pas. Çfarë mund të bëjë ndryshe për 2025-ën? Absolutisht asnjë lloj gjëje. Jam shumë e kënaqur me gjithë arritjet të gjithë vitit që ne po lëm pas dhe jam shumë e lumtur me arritjet që ne do të kemi në vitin që po vim. Pati sfida personale Angela Kapuani? Patjetër, sigurisht. Më shumë histori suksesi apo pati dhe ulje ngritje në këtë rrugtimin tuaj? Jam e bindur që histori suksesi në momenti që jam në pozicionin aktual. Si përjetove të gjitha këto? Është Angela natyrë emocionale, qoftë edhe për emocionin e këtyre festave të fundvitit? Sigurisht, patjetër. Çdo njëri prej nesh ka emocionet e veta, kështu që jam e sigurt që dhe unë jam njëri prej tyre. Ke bërë punë të mirë me fëmijët. Nga aktivitetet që kemi parë, na ke gëzuar dhe ke dhënë grindën tënde të pasqyruar tek aktiviteti me fëmijët, por mëson më shumë prej tyre apo jep më shumë tek ta? Unë jam rritur me ata, prej 15 vitesh drejtoja Star Dance Academy, një ndër qendrat më të mëdha të kërcimit në qytetin e Vlorës, dhe me thënë të drejtën, rritja ime ka qenë graduale dhe afër tyre. Ata më kanë dhënë jo vetëm një vetbesim shumë të madh, por punë shumë të mira. Angela, si përjeton në përgjithësisht festat, dritat, ngrohtësinë, arsyet për të buzëqeshur se tek e fundit ndoshta është kjo pjesa që na mungon. Jem e rritur emocionalisht apo është po i njëjti intensitet në vite i Angelës? Jo, është i njëjti intensitet pas një pikë ndryshimi. Ku do ta festosh vitin e ri? Patjetër në familje. Nuk jemi tek tradita që deri në 12 pas me shoqërinë? Po, ajo diskutohet, do pas jemi në shenjë të gjithë, vazhdon akoma angazhimet e punës, kulturës. Çfarë i uron Angelës për 2026-ën? Sa më shumë punë, sa më shumë suksese dhe sa më shumë arritje. E saktë, e qartë edhe precize. Unë dua dhe një urim tëndin. Urimin e dua për gjithë qytetarët dhe shikuesit e Blu Televizion, por nuk e dua vetëm si Angela Kapuani, e dua dhe si drejtoresha e qendrës së kulturës. Jo vetëm e Pallatit të Kulturës, ne si qendër kulture përfshim edhe muzeun historik dhe etnografik, edhe bibliotekën Shefqet. Dimensional. Po. Urimi im për gjithë shqiptarët është gëzuar festat, sa më shumë shëndet, lumturi dhe paqe në familjet tuaja. Angela, dhe redaksia e Blues ta uron personalisht. Suksese në rrugëtimin tuaj dhe padyshim kemi dhe një kërkesë për juve që këtë grindën që po i jepni qytetit ta vazhdoni që të motivohemi të gjithë bashkë. Patjetër. Suksese dhe gëzuar. Faleminderit, gëzuar dhe juve dhe urime sa më shumë suksese në televizion. Faleminderit. Faleminderit. Pas pak.